se Banka e Shqipërisë ka një histori më të gjatë se sa Qeveria e Shqipërisë apo se sa disa institucione të tjera. Ishte pikërisht në vitin 1913 kur mendimin e austriakëve Ismail Qemali gati sa nuk e krijoi Bankën e Shqipërisë. Ai tha se e them me lavdërim se puna e Bankës për Shqipërinë është një deklaratë e dytë pavarësie. Këtë herë një pavarësi ekonomiko-politike. Por përpjekja u ndërpre brutalisht brenda disa muajsh nga lufta e dytë botërore dhe u desh që kalonin 12 vjet të tjera nga ai moment që Shqipëria të kishte bankën e vet qendrore. Megjithatë, fara e mbjell në 1913 bëri që Banka e Shqipërisë të lindte dhe edhe pse historia edhe me Bankën e Shqipërisë nuk ka qenë bujare ashtu si kundër edhe me gjithë institucionet e tjera, e përsëris që për arsye që do duhej të studioheshin dhe të shpjegoheshin në mënyrë shtërruese, ky është një institucion që na përfaqëson si një model i asaj që duhet të jenë institucionet e pavarura të vendit. 50 vjet më parë, kur Bashkimi Evropian ishte një eksperiment i ri, nëse mund të thuhet, Banka Qendrore e Suedisë organizoi një konferencë ndërkombëtare, ku shtroi e njëjta pyetje që ne bëjmë sot dhe shtroi e njëjta sfidë që ne kemi sot. Bankat qendrore përballë sfidës së integrimit dhe cilat janë detyrat e tyre. Guvernatori atëhershëm i Bankës Qendrore të Suedisë, Per Asbrink, parashikoi se pak nga pak roli i bankave do të ndryshonte, duke mos qenë vetëm ruajtëse të ekuilibrave të brendshëm dhe komardare e fundit e shpëtimit të qeverive përpara krizave. Sipas fjalës tij në atë kohë, bankat qendrore ishin të destinuara të bëheshin gjithmonë më përcaktuese në ekuilibrat e gjerë transnacional dhe sot besoj që kjo profeci e guvernatorit atëhershëm të Bankës Qendrore të Suedisë është më e prekshme dhe më reale se kur, pasi politikat monetare të ndjekura nga bankat qendrore natyrisht sipas peshës edhe influencës tyre në skenën e madhe globale, kanë pasoja që shkojnë shumë larg kufive kombëtare. Sot Banka e Shqipërisë hyn në shekullin e saj të dytë dhe gjendet në një hartë krejt të re nga harta ku ajo u vendos në fillim të shekullit të saj të parë. Pas pandemisë globale, luftës në Europë, dallgëve inflacioniste
Sot jemi të gjithë të vetëdijshëm se politika monetare nuk matet më vetëm me normën bazë, por matet detyrimisht edhe me pritshmëritë. Dhe sot normalizimi do të thotë shumë më tepër se sa përdorimi i mekanizmit të normës bazë, pasi do të thotë edhe transparencë, edhe kreativitet, edhe kurajo, hap pas hapi, me vigjilencë dhe pa panik nga befasit gjithmonë më të pranishme në jetën e përditshme të vendeve dhe të fshatit ton global. Natyrisht që në këtë kontekst sfida e bankës tonë qendrore është e dyfisht, pasi nga një anë duhet të shikoj përtej të sotmes dhe shumë më larg në të ardhmen, ndërkohë që e ardhmja bëhet gjithmonë më e afërt, dhe nga ana tjetër duhet të vazhdoj të provoj se është në lartësinë e duhur për sa i takon funksionit saj bazë, funksionit saj tradicional, funksionit saj historik. Dhe në ndërkohë që ne përpiqemi që të gjithë së bashku të hedhim sa më shpejt hapat e procesit të antarësimit, duke menduar çdo ditë se si ta mbajmë ritmin e lartë ku kemi hyrë me hapjen e një pasnjëshme të kapitujve, të grup kapitujve, dhe duke u përpjekur të kuptojmë se çfarë do të bëjmë më shumë për të mos u gjendur përpara pamundësisë për t'i mbyllur grup kapitujt, në ndërkohë që hapësira e kohës që kemi është shumë e ngushtë, dhe në ndërkohë që tendenca e përgjithshme është për të luajtur në fushë të sigurt, bota ndryshon me një shpejtësi marrëmendse dhe të rejat që penetrojnë globalisht, por edhe lokalisht, botën e financave, botën e paras, janë vërtet të atilla që trondisin deri në themel ato që deri pak kohë më parë, deri dje, literalisht dje, dukeshin çështje të zgjidhura dhe çështje pa dilemë. Dhe natyrisht që nëse 50 vite më parë, kur guvernatori i Bankës Qendrore të Suedisë paralajmëroi se bankat qendrore po hynin në një fazë kur do duhet të ndërvepronin dhe të mendonin bashkarisht për ekuilibrat përtej kufive kombëtar, sot digitalizimi i pasuar nga inteligjenca artificiale dhe nga gjithë farë zhvillimesh në botën e paras, pagesat e menjëhershme, 24 orë 7, open banking, bankat digjitale,